Fluks fëmijësh në pediatrinë e qytetit të Elbasanit, Viroza Destinos kanë prekur një numër të konsiderueshëm fëmijësh, të cilët kanë përfunduar shpeshherë në gjendje të rëndë pranë pavionit të pediatrisë në Spitalin Rajonal të Elbasanit. Mjekët shprehen se numri i fëmijëve që paraqiten të prekur nga simptomat e virozave të stinës shkon deri në 100 voglush në ditë. Pra kalon 100 paraqitje në 24 orë. Dhe kryesisht predominojnë fëmijët me probleme të traktit respirator dhe të traktit tretës. Pra ka fëmijë me laringite, me bronkiolite, me bronkopneumoni dhe fëmijë me bark dhe dëvjella. Stina, sepse temperaturat nuk janë temperatura dimri, janë temperatura pranvere dhe prindrit i veshin fëmijët nuk din, domethënë, veshin edhe i mbi veshin edhe i zhveshin. Mjekët u bëjnë apel prindërve që të tregon të kujdesshëm, sidomos me veshjen e fëmijëve, edhe ti ushqejnë ato me produkte të freskëta e të kontrolluara.